E tham pra herë për të shimon. Si e tha veç podiumin. Podiumi mes Rozana dhe Gjesti. Rozana, Gjesti dhe fiton Rozana pra ka kryer më betë. Shëndrit. Rozana, Gjesti fiton. Roki. Unë mendoj që shpulla e dihet që ja fitoren Gjestit se më kon 50-50 mes Rozanës dhe Gjestit. Ti s'mund ta thush këtë që shpulla ja dha fitoren. Sa ai s'ka nevojë për shpullën fare për me fitu. Ja, unë po Gjosa i ka ngel për një shpullë do të thotë që s'ka bëj gjë, e ke gabim. Ti e bën diferencën, çore. Ja, bën diferencën. E fumi telefon. Juli, Një golla bën diferencën futboll. nëse mënyra e vetme e hakmarrjes së publikut është thjesht mja dhon fitoren. Edhe kjo konvertohet në vota. Hakmarrja e publikut ndaj Jozit më dhon fitoren Gjestit, pse? Hakmarrja ndaj Jozit. Po shiko, Jozi nuk është personazh. Jozi nuk është personazh aq i rëndësishëm sa mua Hakmar. Dgjoj. Kuptoj. Por publiku nuk mundet me leju me pa Gjestin humps. Apo kupton? Edhe e voton. Për inati. Për inat kujt më vëlla, se një njeri që e ke inat. Unë e kuptoj, po unë po ta them në formën më bukfale të mundshme që është. Kuptoj pra ti po përpiqesh tu që është viktimizu pra nga kjo gjë. Patjetër. Nëse fitohet bigu me viktimizime, unë këtu fitohet, po. Xhenet. S'po bëjna krahasime, mirë po ka fitu shumë. Podiumi dhe fituesi? Mirë, unë jam dakord. Unë jam dakord sepse kur fitohet Big Brother vetëm me viktimizime është gabim. Ama kur në qatë viktimizim, po dhe loj, po dhe angazhim, Ti këtë po thu, i shpulla e dha fitoren. Ata thamë një diçka, që ta thamë një diçka. Në qoftë se nuk ishte më ndodh kjo, në qoftë se s'kishte ndodh shpulla. Shumë lehtë, ndoshta kishte me qenë e pranueshme me fitu Rozana ose Gjesti. Domethënë kanë qenë që tha Roki këtu. Tani publiku me këtë agjitim që e ka për momentin, të cilët janë të e konvertu në vota, unë mendoj që me këtë gjest, Gjesti ka përfitu vota shumë a tepër, për shkak se publikut ju ka dhimbs. Jam shumë dakord me ty. Gjithë sakrifica e ti, apo kupton? Edhe mu më dhimbse shumë Gjesti, edhe jam ja gjitu. Është sakrifice, edhe mu më dhimbse shumë, dhe jam ja gjitum ndaj veprimit të Jozit. Jam shumë ja gjitum, që ta dish. Po gjithë jemi, po, e kuptoj. Por votën mund ta çoj ku du. Ti? Po. Po s'jan krejt si te o Juli. Kështu që nuk e, domethënë, nuk më Juli ka persona të cilët që s'kan votu fare, po thjesht ky veprim i bën për me votu për Gjestin. Ju ti edhe politikën e një shumë mirë, e di këtë pjesë, ti e din që edhe plumi Donald Trumpit e bën diferencën atje. Mos krahaso tash Gjestin me Donald Trumpin, mos bëj kështu gafash më burr. Jo. Mos bëj kështu gafash për zemra ime. Shiko, mos bëj kështu gafash se këto gafat s'na lën ne me. Krahaso Gjestin me Donald Trumpin. Se pajtona me Julin të ti, se ti peshon Jozin e po thu Jozi ka ti dush me lavdu Jozin, por më thon Jozi është burr se ja dha fitoren. Nëse thu përmes shupllakës. I ndihmoj edhe me shokët, nuk kam që bën diferencën. Diferencën. Tani ju lutem, a mund ju them natën e mirë se më duhet me ik. Sa dush rrej kur dush ka. Për qafimet gjithëve. Vetëm mua bën. Urdhë? Vetëm a bën. Qa vetëm? Pyete a bën medal, po thot. A bën medal Gjeneta? Ju lutem, mund të dalim ju lutem? Patjetër i dashur. Faleminderit Gjeneta. Ishte një kënaqësi bashkëpunimi me juve. Faleminderit. Kalofsh mirë Roki, ciao. Shihemi mbrana javës. Okej. Hajde, ciao. Sa dush rrej kur dush ka.